Ndërsa Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep flamurin e lavdit. Ja jep flamurin e lavdit. Kur njerëzit, tha pejgamberi asëm në hadithin që vjen për Ibn Abbasit, për Ibn Omerit, ata transmeton Imam Buhariu, tha vin njerëzit në ditën e gjykimit duke esur në gjunjë. Shkojnë çdo njëri tek pejgamberi i popullit të tij dhe i thojnë: "O pejgamberi jon, këshirbën ndërmjetësat tek Allahu, se jemi në ciklet dhe në hall të madh ditën e gjykimit. Këshirbën ndërmjetësat tek Allahu, let ja nis dita, let ja nis gjykimi më shpejt." Tha pejgamberi: "Shkojnë çdo njeri tek pejgamberi i popullit të tij, në gjoj duke hes me tuba njerëzish, ndërsa tha nuk pranon me ndërmjetësu kërkush, derisa i vjen randi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kur ti vjen randi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë i jepet lavdi, atë ditë i jepet flamuri i nderit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fillon pejgamberi sa me bë shefat ndërmjetësim tek Allahu azza wa Jall." Edhe kështu e ka komentu këtë hadith, e ka komentu Ibn Abbasi edhe shumica e dietarëve të Ibn Battali.